Lajmi për prishjet e shtëpive të tyre i ka shokuar banorët e rrugës Isuf Ferra në Durrës. Shenjat me bojë të kuqe të bëra në godinat 1 apo 2 katëshe në të dy anët e aksit, që përshkon zonën që njihet si çesmja e Ferrës, kanë qenë sinjali i parë që kanë marrë se aty do të zbatojë një projekt infrastrukturor, por siç pohojnë dhe vetë banorët, askush nga njësia administrative, bashkia apo deputetët nuk i ka informuar mbi arsyen pse do të prishen shtëpitë e tyre. Kush këtu sfajum? Se ka marrë 3 mandate deputate këne. Ku është ish kryetari i Këshillit Qarku Durrësit, deputeti i zonës, Andi Dyrmishi, ku është? Pse nuk vjen njerë me dalë me këto njerëz? Kjo është zotni, po është ky projekt, do bëhet kjo gjë. Nuk jemi kundër më shtetit, po jo shtetit mundi rrugë. Të ndodhur para faktit se një ditë më parë në Këshillin Bashkiak u miratua lista e shpronësimeve për projektin lidhja Curilave me rrugën Aleksandër Goga, banorët kërkojnë shpronësim me vlerën e tregut ose sistemim nga ana e bashkisë. Ta këtoj jo është një çmim 40 milion. Kush më bush 40 milion Durrës? Durrës 40 milion nuk merri në garazh. Ne duam që po prish, valla e duam po këtu. Po u prishën padatët e duam shpinë po këtu, vend tonë. Jo të shkojmë ne të mojmë dhën, edhe vinë ato pasani këtu. Me 42 milion lek, kam në me kuzhinë, kam 32 vjet këtu, si nuk pike unë. Me atë shumë që shpronësoheni, mund të gjeni apartament tjetër. Po gjet apartament, ju e dini shumë mirë se sa janë çmimet në Durrës. Pretendimi im është që të na japin vlerën e pronës sipas vlerës tregut dhe jo në minimalin e tregut siç pretendojnë që ndoshta të lajnduar. Na japin një ndërtesë, një banesë, sipas parametrave që kemi aktualisht në një banesë që jetë në të njëjtën zonë katastale, jo më afër se 300 metra, siç parashikon ligji, jo më afër se 300 metra nga banesa aktuale dhe jo më larg se 600 metra prej saj. Unë kërkoj vlerësimin për tregut, që është animalet mund bëj sot i shtëpi, ose për shtëpi më shtëpi. Në vërtet do prish dhe bëhet rruga që do bëhet, po të japi shtëpinë. E prishë shtëpinë, jep shtëpinë. Ne nuk jemi kundër projektit. Ne jemi kundër vlerësimit pronës me vlerë monetare. Vllai vazhdoi shkollën për shkencë së marrëdhënie politike. Ku do ikë vllai? Ku do mbaroj shkollën? Na detyroi të ikim fare nga vendi sepse nuk kemi ku me ne. Dasha Mirnova është një nga banorët e kësaj lagje prej dekadash. Ai ka lindur tek një shtëpi në lagjën numër 1 mbi amfiteatër dhe pas zbulimit të monumentit antik, familjen e tij e sistemoi regjimi i kohës në këtë zonë. Të njëjtën praktik ai kërkon të ndiqet dhe në këtë rast, që shpronësimi po bëhet për interes publik. U prishën gjithë lagja e amfiteatrit, se dole amfiteatri nga Vangel Toqi dhe shteti nga shtëpia. Atëra kam marrë 2 vjet këtu. Jam bë gjysh. Kam 60 vjet këtu. Të ndërtoj shtëpinë zoj. Mos më qesni rrugë mall. Një ditë më parë në Këshillin Bashkiak u miratua vlera e shpronësimeve për prishjet në këtë zonë, e cila ka vlerën rreth 936 milion lek. Në relacionin e parë, vlera e shpronësimeve ishte rreth 867 milion lek, por pas gabimit në mbledhje që ishte bërë nga grupi i punës, shuma u rrit me rreth 68.7 milion lek. Përpara mbledhjes së KB-s, përfaqësues nga familjet që preken nga prishjet protestuan para bashkisë për të kundërshtuar vlerën e shpronësimeve.